إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيث لفدريمة تقن الله سبحانه وتعالى أتى لفدرين ديم ذا فالي vetëm prej tij kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allah nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që jetoj në humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, kini frikë Allahun e lartësuar dhe njihni mirësitë e tij mbi ju, përmes asaj që ai ka ligjësuar për ju prej adhurimeve, me të cilat arrini gradat më të larta dhe pozitat më të përsosura. Vërtet Allahu i patmeta na ka ligjësuar neve adhurime të lehta, të cilat e përmirësojnë zemrën, e përmirësojnë trupin, e përmirësojnë dunjan dhe fen tonë, dhe dijeni se Allahu i lartësuar nuk e ngarkon robin përtej mundësisë së tij. Nëse ne do t'i meditonim adhurimet trupore, do të gjenim se ato nuk marrin nga koha dhe puna jonë vetë se pak. Dhe nëse do të shikonim adhurimet që kanë lidhje me pasurinë, do të shihnim se ato nuk ngarkojnë, pra nuk kërkojnë nga pasuria jonë vetë se pak. Megjithatë, frytet e këtyre veprave të pakta dhe të këtyre pasurive të vogla e të shpenzuara nga ana jonë kanë peshë dhe janë të mëdha, sepse frytet e tyre janë në rregullimi i dunjas dhe i ahiretit tonë. E me gjithë këtë, kur mendojmë për gjendjen tonë, gjejmë se ne tregojmë pakujdesi të madhe ndaj këtyre adhurimeve dhe teprojmë në kërkimin e kënaqësive dhe tekave, ashtu sikurse ka thënë Allahu i patmeta në librin e tij: Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantara min adh-dhahabi wal-fidda والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Është zbukuruar njerëzve dashuria për kënaqësi, siç janë gratë, fëmijët, pasuritë e mëdha të grumbulluara prej ari dhe argjendi, kuaj të bukur, bagëtit dhe të mbjella. Këto janë kënaqësi të jetës së kësaj bote, ndërsa tek Allahu është thimi më i bukur. Pra punët e dunjas i ndjekim me zell për t'i arritur dhe për t'i përfituar, dhe tregojmë durim e maturinë në zhvillimin dhe përsosjen e tyre, edhe pse ne e dim se nuk do të qëndrojmë përgjithmonë në të, e as ajo nuk do të mbetet përgjithmonë për ne. Madje veprat e mira janë ato që do të mbeten për ne, dhe përmes tyre do të arrijmë shpërblimin e përjetësisë në xhenetet e begatët të Allahut të lartësuar. Prandaj, është për të ardhur keq kur shikon shumë njerëz, të cilët tregohen shumë të avazh dhe të plogësht në ngritjen për namazin e tyre. Madje kur ngrihen për ta falur atë, e falin me një shpejtësi që e prish namazin, sepse nuk qetësohen në të, nuk e falin me avazh, dhe as meditojnë atë çfarë thonë. Madje ndodh që trupi i tij të jetë i pranishëm në namaz, ndërsa zemra e tij mungon dhe nuk është e përqendruar. Përkundrazi është duke shëtitur në dunjan e tij, e si pasojë e kësaj, ai del nga namazi pa fituar asgjë prej tij. Ndërsa po t'i kërkohej atij që të kryente një punë për dunjan e tij,
do të tregonte maturi, kujdes dhe përpikmëri për ta plotësuar dhe për ta përsosur atë. Do të angazhonte mendjen dhe trurin e tij për këtë, edhe sikur për shkak të saj të humbiste shumë kohë. Valla është për drejtësisë dhe logjikës së shëndosh që robi ta lëri mangët veprën e ahiretit, ndërsa veprën e dunjas ta kryej të plot, sidomos kur puna e dunjas është e përkohshme, kurse puna e ahiretit është ajo që mbetet. Ndaj Allahu i patmeta ka thënë në librin e tij: "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihat khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala." Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, ndërsa veprat e mira që mbeten janë shpërblim më i mirë tek Zoti yt dhe shpresë më e mirë. Mirë po kur njeriu t'i kërkohet që ta jap zekatin e pasurisë së tij, ai tregohet koprac dhe dorështrënguar, e nëse nxjerr atë, ndoshta e nxjerr në një formë të mangët, me cilën përgjegjësia nuk i hiqet plotësisht, përveç atij i cili e ka mëshiruar Allahu i lartësuar. Po ashtu nëse ai shikon ndonjë të dëshpëruar apo ndonjë të afërm të tij të varfër, ose dikë që po kalon një krizë financiare, ai nuk i kushton vëmendje fare atij gjori, madje nëse atij kërkohet ndihmë, edhe atë ndihmë që e jep, atij duket sikur po paguon ndonjë gjobë. Ndërkohë atij vjen shumë lehtë, madje tepër lehtë të shpenzoj pasurinë në gjëra që nuk sjellin dobi, e ndoshta edhe në gjëra që bëhen barë për të dhe mangësi në fenë e tij. Pra ai shpenzon shumë nga pasuria e tij në gjëra luksi, me cilat rehatohet dhe kënaqet, ndërsa në ato gjëra që i sjellin dobi atij në çështjet e fesë dhe të dunjas së tij nuk shpenzon veç se pak fare. Valla është kjo prej drejtësisë, mirë po një pjesë e njerëzve janë ignorantë të paditur, ndaj shumë prej njerëzve e kanë të vështirë të shpenzojnë pasurinë dhe trupin e tyre për të shkuar në umre, e ndoshta nuk e kanë kryer as haxhin obligativ, me arsyetimin e shtrejtësisë së kostos së haxhit, por atij vjen lehtë të shpenzojë më shumë se kaq në turizëm që nuk sjell dobi, e madje i turizëm mund të jetë shkak për cungimin e fetarisë së tij dhe e vlerës së tij tek Allahu i lartësuar. Po ashtu ka shumë prej njerëzve, të cilët kalojnë kohë të gjatë përpara internetit dhe pajisjeve të telefonit, të cilat e kanë izoluar shoqërinë nga njëri tjetri. Madje edhe kur janë në një mexhlis të vetëm, ata nuk diskutojnë me njëri tjetrin, por se janë të angazhuar gjithsecili me telefonin e tij në rrjetet sociale. Pra zemrat e tyre janë mbushur me vetmi dhe ftohtësi. Për më tepër, situata ka arritur deri aty sa që muslimani e konsideron humbje kohe për veten e tij, nëse ndan një pjesë të kohës për të lexuar librin e Allahut ose për të studiuar sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu shumë prej njerëzve, kur dalin nga puna ose nga vendi i studimit, shqetësimi i tyre më i madh bëhet preokupimi se kur do të shkojnë në vendin e argëtimit dhe të pushimit, e kështu e kalojnë shumicën e kohës së tyre atje në argëtim dhe pushim, pa i marrë parasysh të drejtat që prindërit, bashkëshortja dhe fëmijët kanë mbi ta. Pra ata nuk kanë prani reale në shtëpitë të tyre, me të cilën do të realizonin përgjegjësinë, kujdesin, këshillimin dhe udhëzimin e tyre. Ndaj le të bëjmë kujdes nga këto gjëra, pasi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in 'an 'umrihi fima afnah wa 'an shababihi fima ablah wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa 'an 'ilmihi madha 'amila bih." Nuk do të lëvizin këmbët e robit ditën e Kiametit derisa pyetet për 4 gjëra: për jetën e tij për çfarë gjëje e shteroi, për rininë e tij për çfarë gjëje konsumoi, për pasurinë e tij, ku e fitoi dhe në çfarë e shpenzoi, dhe për dijen e tij se çfarë veproi me të. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Robert Allahu është vërtetuar tek dy sahihë, tek Bukhari dhe Muslimi, se Amr ibn al-As radiallahu anhu e martoi djalin e tij Abdullahun. Mirë pa Abdullahu rinte shumë pak me bashkëshorten e tij, sepse ai falej natën dhe agjeronte ditën, dhe ishte I përkushtuar plotësisht pas adhurimit, një përkushtim që I dëmtoi të drejtat e bashkëshortes së tij. Kur jatje u interesua për gjendjen e tij, ajo tha pasha Allahun, ai nuk flen në shtat se bën kështu e ashtu. Pra ai tregoi adhurimin e tij. Kur kjo I arriti të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra lajmi I Abdullahut, ai shkoi tek Abdullahu dhe I tha: "Iqra al-Qur'ana kull shahrin aw kull 20 yawman aw kull 10 ayamin aw 7 ayam." Lexoje Kur'anin një herë në muaj, ose çdo 20 ditë, ose çdo 10 ditë, ose çdo 7 ditë. Po ashtu ai I tha ti sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li 'aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan. Agjëro, por edhe mos agjëro. Falu natën, por edhe fli gjumë, sepse trupi yt ka të drejtë mbi ty, sytë e tu kanë të drejtë mbi ty, bashkëshorte e jote ka të drejtë mbi ty, po ashtu edhe musafiri yt ka të drejtë mbi ty. Pra duke qenë se njeriu qortohet kur përkushtimi I tij në adhurime vullnetare bëhet në dëm të përmbushjes së të drejtave të familjes së tij, atëherë çfarë mund thuhet për ata që janë dhënë pas tekave, rehatis dhe pajisjeve të tyre, duke lënë mangët të drejtat e familjeve dhe fëmijëve të tyre. Nuk është drejtësi në sjellje që puna jon të arrijë deri në këtë gjendje. Ndaj robërt Allahut duhet I llogarisim vetët tona në veprimet që bëjmë dhe t'i japim çdo kujt të drejtën që I takon, duke u larguar nga ajo që Allahu I lartësuar e ka ndaluar, të mos neglizhojmë veprat e ahiretit dhe të mos I paksojmë ato, dhe njëkohësisht mos jemi shpërdorues në punët e dunjas dhe as ta teprojmë në to. Thot Allahu I lartësuar: "Men arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Sa për atë që dëshiron ahiretin dhe nxiton për të duke bërë veprat e ahiretit, si dhe duke qenë besimtar, atëherë të tillë do të shpërblehen për mundin e tyre. I lutem Allahut të lartësuar që të na përmirësoj gjendjen tonë dhe të na bëjë të dobishëm për veten, familjen dhe shoqërinë tonë. Vëllezër të nderuar, mos harroni të luteni për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, pasi Allahu I lartësuar thot në librin e tij: "Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Me të vërtetë Allahu dhe me lajket e tij e lavdrojnë pejgamberin, o ju të cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.